Pas sëmundjes së murtajës në Dibër shfaqur edhe sëmundja e brucelozës, janë 2 familje të cilët janë izoluar në njësinë administrative Kastriot dhe Muhur në bashkinë Dibër. Prefekti Nexhbedin Shehu tha se situata nuk është alarmante pasi të 2 familjet janë izoluar dhe janë azgjësuar kafshë shtëpiake të infektuar me virusin Brucella. Sipas prefektit, për të gjithë anëtarët e këtyre familjeve, por edhe personave të tjerë që sipas deklarimeve kanë patur kontakte kohët e fundit, i janë bërë të gjithë analizat e nevojshme dhe ka nisur kurimi i tyre. Ndër të tjera, ai tha se rastet duken të izoluara, por ka bërë apel banorëve të mos neglizhojnë shenjat e sëmundjes. Kemi 2 raste me brucelozë, një në zonën e Kastriot dhe një në zonën e Rrethkale. Janë 3 vetë të infektuar me brucelozë. Janë bërë ekzaminimet përkatëse, janë eliminuar baktit e konstatuara. Fatkeqësisht veterinarët janë në teren edhe po kjo është problemi, është se brucelozën e kap tek qytetarët mbasi e ka infeksionin baktia, marrin nëpërmjet qumshit kryesisht ose kontakteve, siç thon specialistët. Janë po trajtohen në spital mjekohën. Që janë bërë dezinfektimet, janë bërë analizat, ata që janë me brucelozë, jo vetëm familjet, por njerëz të afërt që kanë pas kontakte, është bërë ekzaminim i plot, edhe po kurohen njerëzit që janë me brucelozë, për fat keq kurimi zgjat edhe. Bruceloza është sëmundje ngjitëse e shkaktuar nga konsumimi i qumshtit të pasterilizuar ose mishit të papjekur nga kafshët e infektuara, ose përmes kontaktit të ngushtë me sekrecionet e tyre. Kjo sëmundje shfaqet në forma të ndryshme që nga djersitja, ethe të dridhura, djersitje me erë të keqe, lodhje, gjendje e keqe shëndetësore në përgjithësi humbje oreksi, dhimbje të muskujve dhe kyçe, dhimbje koke, diare ose kapslëk dhe të vjella.